Një moment I këndshëm u regjistrua në Palazzo di Planalto gjatë një takimi institucional për botrorin e futbollit të vajzave të vitit 2027, që do të mbahet në Brazil. Në një video të shpërndarë në rrjetet sociale dhe që u ripublikua nga Metropoles, presidenti I Brazilit Lula bëri një shaka me Carlo Ancelottin, trajnerin e kombëtares braziliane të futbollit, duke e ftuar që të punojë me Corinthians në një të ardhme. Kur të mbyllësh kontratën me kombëtaren braziliane, të lutem, shko dhe puno me Corinthians, tha Lula, një tifoz I zjarrit I kësaj skuadre nga Sao Paulo, mes të qeshurave të pranishmëve. Në këtë takim mori pjesë edhe presidenti FIFA-s Gianni Infantino, ai Federatës Braziliane të futbollit Samir Zaud, ministri brazilian I sporteve André Fufuka dhe drejtues të ndryshëm të Federatës Braziliane të futbollit. Në këtë takim vëmendja u përqendrua te përgatitjet e botrorit të futbollit të vajzave të vitit të ardhshëm. Dhe me këtë rast Infantino siguroi se Brazili e ka tashmë të gjithë infrastrukturën e nevojshme, hotelet, aeroportet dhe stadiumet, për të pritur një event të këtij niveli siç është kampionati botror I futbollit të vajzave.